Është rikthyer në vëmendje largimi i Sila Turkoglu në serialin Një dashuri. Producenti Faruk Turgut deklaroi se arsyeja e largimit ishte se aktoria nuk e konsideroi të mjaftueshme pagesën e ofruar. Agjencia e Turgut i mohoi këto pretendime. Pas kësaj, u rikthyen edhe zërat e vjetër se aktoria kishte pasur mosmarrëveshje me Fejza Çivelek, e cila interpreton personazhin e Nilajt në serial. Në rrjetet sociale janë rishpërndar pamje nga prapaskenat ku gjatë një vlogu, Çivelek dëgjohet duke i thënë Turkoglut: "Ju po ngatroheni zonjë", ndërsa Turkoglu përgjigjet: "Unë nuk ngatrohem, nuk më pëlqen fare". Këto pamje kanë bërë që spekullimet për një konflikt mes dy aktoreve të rikthehen në qendër të diskutimeve. Megjithatë, bazuar vetëm në këtë informacion, nuk ka prova që të konfirmojnë se largimi i Sila Turkoglu erdhi për shkak të konfliktet me Fejza Çivelek ose për shkak të pagesës.